Presidenti Donald Trump do të pres të premte në zyrën ovale kryebashkiakun e zgjedhur të New York City, Zoran Mamdani. Takimi vjen pas muajsh përplasje publike mes dy figurave gjatë fushatës zgjedhore në qytet. Zoran Mamdani, 34 vjeç, fitoi zgjedhje duke mposhtur ish guvernatorin Andrew Cuomo me një diferencë prej 9 pikësh. Para fushatës ishte i njohur kryesisht në nivel lokal. Pas fitores u kthye në figurë kombëtare. Ai përfaqëson rrymën e socialistëve demokratë dhe ndërtoi fushatën mbi çmimet e larta të jetesës, sigurinë publike dhe stabilitetin ekonomik. Donald Trump deklaroi se kërkesa për takim erdhi nga Mamdani. Ai e quajti publikisht kryebashkiak komunist dhe paralajmëroi më parë se mund të pezullojë miliarda dollar fonde federale për New York City. Trump e mbështeti hapur rivalin e Mamdanit, Andrew Cuomo, gjatë fushatës. Mamdani tha se në takim do të diskutojë sigurinë publike, përballueshmërinë e jetesës dhe mbrojtjen ekonomike të banorëve të qytetit. Ai deklaroi se do të bashkëpunojë me çdo politikan, kur rezultati është përfitimi i drejtë për drejtë i qytetarëve. Ai tha se do të kundërshtoj çdo politik që dëmton interesat e New Yorkut. Zëdhënësia e tij e cilësoi takimin si praktikë normale mes një presidenti dhe një kryebashkiaku të zgjedhur. Në të kaluarën Bill de Blasio dhe Eric Adams nuk zhvilluan takime individuale në zyrën ovale, por morën pjesë në takime kolektive në shtëpinë e bardhë. Përplasjet mes Trump dhe Mamdanit nisën pas fitores së këtij të fundit në zgjedhjet e brendshme të qershorit. Trump e sulmoi publikisht duke i quajtur ekstremist dhe duke vënë në dyshim përvojën e tij profesionale. Mamdani ka njoftuar se ka angazhuar ekipe ligjore për të përgatitur padinë ndaj politikave federale që prekin qytetin. Ai ka deklaruar se New York City do të vazhdojë të mbetet një qytet i emigrantëve pavarësisht politikave të forta të administratës Trump. Takimi i së premtes pritet të jetë përballja e parë direkte institucionale mes dy figurave që kanë ndërtuar profil publik përmes konfliktit politik.